Territori i Kosovës për datën 9 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 10 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 16 gradë Celsius, Skënderaj 9 deri në 18 gradë Celsius, Pej 10 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 19 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 18 gradë Celsius, Gjilan 9 deri në 16 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 16 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 15 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 18 gradë Celsius, Prizren 11 deri në 16 gradë Celsius,